që lëvizjave të vendosit do t'ja prezentoj ju keni ditur se dielën ishte propozimi i parë, kur nuk kaloi, ju keni ditur disa ditë përpara se... E kemi diskutuar që kjo është radhitja e propozimeve për kandidat për kryetar të kuvendit. 2 ose 3 ditë përpara. Sari Lila, jemi fare në fund, por desha se për ju shoh duke mbajtur edhe këtë byzylukun në dorë, që shënon diçka që edhe ju ka prekur personalisht. Nuk e di, a jeni të gatshëm na tregoni se çka ka ndodhur, si jeni sot me shëndet, pra është mbetet te ju të vendosni. Faleminderit. Po, Adriatik, kjo është, në fakt, kjo është një bilezik që e kam marrë në Veron nga një grup i grave të mbijetuara nga kanceri i gjirit, kur unë kom pas të regjistru me gjysmë maratonën, por nuk e kom vrapu, se kanë qenë vetëm 8 ditë më herët që jam operu, kjo ishte vitin e kaluar në nëntor, e kom kryo operimin, jam diagnostifiku me kancer të gjirit në tetor të vitit 2024, ka qenë në stadin e parë kancerit, do të ka qenë në fazë të hershme, ma është rekomandu operimi, kam kry operimi në qendrën klinike universitare dhe ma ndej kom vazhdu me procesin tjetër të terapis. Kam qenë me fat se fazën e hershme që e kom zonë të kancerit nuk kom pas nevoj për kemoterapi, kom kry vetëm rezatimin. Procese këto të cilat në vazhdimësi po më përcjellin bashkë me proceset politike, rezatim kjo që është kry gjatë gjithë kohës të fushatës së zgjedhjeve nacionale, ato të shkurtit, por që fatmirësisht nuk kom pas shumë efekte anësore, disa efekte anësore. Aktualisht jam me terapi, që do të më përcjellë edhe 4 vite tjera, është terapi hormonale, kam pasur pak probleme me terapi, për arsye se ka shkaktu një çrregullim i cili ndoshta më duhet të bëj një intervenim tjetër. Megjithatë, ne jemi duke hyrë në muajin tetor, është muaji roze ose muaji për ndërgjegjësimin për parandalimin e kancerit gjirit. Unë nga kjo studio du t'ju bëj apel të gjitha grave e vajzave. Jem duke taku shumë që më thonë se ose frigohen ose kanë hezitime të shkojnë bëjnë kontrola, që t'i bëjnë kontrolat, edhe në nivelin lokal kudo në komuna, edhe në nivelin do me thonë të shëndetit sekundare terciar në klinik, ka mundësi prej ultrazërit të mamografi, që t'i bëjnë. Ato të cilat frigohen, mos frigohen, për arsye se identifikimi i hershëm është gati se garancë që nuk do të ketë pasoja tjera. E këtë pa thot dikur që ka pasur shumë kujdes ndaj shëndetit, që ka vrapuar maratona, pra mund t'jesh ndukje fizike krejtësisht edhe t'njesh... Unë nuk e kom pas asnjë indikacion, në fakt, për kancerin, kom bo vizit rutinore, edhe absolutisht as nuk e kom prit. Vizit rutinore, pra ju keni pasur shenja... Jo, as një shenjë, as të dukshme, as në ndjesi. Vizita rutinore ju ka mundësuar që ta zbuloni dhe të intervenoni. Tash, për të qenë tërësisht e sinqert, unë e kam me perioda. Do thot, në fillim të çdo viti bëj analizat e përgjithshme, që inkurajoj të gjithë t'i bëjnë, pastaj në muajin tetor kam bë mamografin një herë ose 2 herë, do me thonë një herë në 2 vite, pastaj edhe ultrazërin e kontrollit për kancerin e gjirit, edhe në rastësisht në bas nështë anja 5 viteve kontrollet të përvjetshme, jam diagnostifiku. Do të thot, vitin e kaluar nuk ka qenë, kam bë mamografin, një vit pas, do me thonë brenda vitit 2023 deri në tetor të vitit 2024, më është nisë kanceri dhe ka arrit stadin e parë. Do të thot, kjo është kaq e shpejt që mund të ndodhë ose kaq lehtësisht që mund të prej këdo, sa që mos ndjehet askush që thot jam shëndosh, s'kam problem, edhe për atë nuk shkoj në kontrol. Unë gjatë kësaj periude kohore kam pasur me 10 mesazhe të grave që kanë shku, kanë bo kontrola, e disa prej tyre janë diagnostifiku. Si rjedhoj e fakti që unë kom fol për këtë. Do me thënë, unë asë një moment nuk e kom fshef, asë në momentin kur kom shku të diagnostifikohem, asë kur me njëherë radiologja ka propozu biopsin, që në vend e kom kry biopsin. Do me thënë, nuk kom dal jashtë edhe me mendu, mi thonë, jepmi disa dit, se ta po shoh diçka të dyshimt, e nuk e ka formen që mund tjetë vetëm diçka mas diamore ose thjesht, është më shumë në formen që mund t'jetë diçka tjetër, por prap është në fazë shumë të hershme për shkak të madhësisë. Do të thotë unë e kam pasur 1 centimetër afërsisht madhësinë e kancerit, ndërsa pas asaj, pas operimit, pas 3 ose 4 jave që e kom kry në klinik, me njëherë e kom bo publike, edhe kom insistu edhe vazhdoj të insistoj që kontrollat edhe kujdesi për shëndetin mbeten për analyzë kryesor. Kom pas edhe mesazhet natyre se kur të ka ndodhur ty, ne jemi dekuraju edhe tash kemi me vazhdu me hongër ushqimet pashëndetshme ose me boj jetë pashëndetshme se ti e kujdes edhe të ndodhi. Po bashkë pse jam kujdes, ndoshta më ka ndodhur dhe kom parandalu ma herët. Se sikur mos t'isha kujdes, ose ndoshta me predispozitat e punës ose ngarkesave e stresit, do kishte ndodhur
më keq, ose do mund të më ngjante më keq. Prandaj, mos hezitojnë, pinku muaj i roz, le të jetë muaj i rikujtimit për të gjitha, vajzat edhe gratë. Kam pasur informacione nga mjekët, se pastaj hynë këtë fazën e kontrollave të vazhdueshme, tash mjekët më kanë bërë si, do të thënë, është tu numri i kontakteve në telefonin tim me DR. Por ndajnë me mu informacione për shembull të vajzave që në moshë 18 vjeçare. Kjo është tepër shqetësuese, që tregon që duhet të kemi një kujdes shumë të veçantë edhe për shëndetin, por edhe për mjedisin. E vendimarrja në secili nivel, edhe në ato lokale, edhe në qendror, tash të u kthy te shëndeti qytetarëve, prej shëndetit mendore te shëndeti fizik, ka të bëjë shumë me cilësinë e ajrit, me ushqimin që ham, me ngarkesat ose streset që i kemi prej trafikut, prej problemeve tjera të panevojshme shpeshherë, por që ngarkesat politike, partijake. Politiket definitivisht, unë jam e bindun se si rrjedhoje krejt ngarkesave, streseve që i kom pas me detyrën që e kom kry funksionin publik, më ka ndodhë kjo që më ka ndodhë, për arsye se edhe natyra e kancerit nuk ka qenë